Mendoj që ka një raport normal. Jo dini që ne kam qenë në pjesë e strukturës së parë mandatit të parë në qeverisjen e Prishtinës, edhe si këshilltari kryetari Rama, pastaj edhe si nën kryetari kryeqytetit. Do të thotë në këto raste do të thotë Zoti Rama duhet të trajtoj pozicionin e vetë në kashime e raportit që ndodhin politike. Unë kam menduar dhe vazhdoj të mendoj që ai duhet të jap kontributin e vetë brenda kryeqytetit, sepse qytetarët kanë vendosur që ai të udhëheqë qeverisjen e kryeqytet. Mendoj që është bërë një punë e madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sekretarit Lomir Abdigjiku dhe gjitha strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe në nivel qendror, por edhe në nivel të degëve në Prishtinë, që të ketë një strategji dhe një angazhim të madh për fituaren e Zotit Rama në Prishtinë. Prandaj është shumë e rëndësishëm që ky vullnet edhe antarësisë së Lidhjes Demokratike dhe i strukturave tona që të jenë pjesë e vendimarrjes mana qeverisjes së Prishtinës dhe që ta japin kontributin për ta ecur tutje projektin ton që kemi pasur për kryeqytetin dhe në kryeqytet realizohen projektet e mëdha.